Ka nisur edicioni i 44 i seminarit për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, i cili ka mbledhur mbi 100 studiues e student nga vende të ndryshme të botës. Seminari është ngjarja më e rëndësishme kombëtare e ndërkombëtare për albanologjinë, u tha në hapje të këtij aktiviteti. Prej më shumë se 50 vjetësh rreth këtij seminari janë mbledhur njerëz që kanë punuar për Shqipen në universitete, qendra albanologjike brenda dhe jashtë vendit. Këtu janë formuar studentë, janë mbledhur të folme e materiale nga tereni, janë hapur arkiva, janë shkruar studime dhe janë përkthyer vepra që e kanë quar letërsinë shqipe të lexues të tjerë. Edhe si vjet, nga 17 deri më 28 gusht, Prishtina po bëhet vend takim i albanologëve, i shkrimtarëve, i studiuesve, i studentëve dhe i dashamirëve të kulturës shqiptare. Programi i seminarit të sivjetëm do të përfshijë kurse intensive të mësimit të shqipës, ligjërata nga fusha e gjuhësisë dhe letërsisë shqiptare e fusha tjera të albanologjisë. Në fokus të këtij edicioni do të jetë diaspora e vjetër shqiptare në Mandric të Bullgarisë dhe Zar të Kroacisë, por edhe të zhvillimeve që po përjeton albanologjia në epokën e digitalizimit. Për temat qendrore ngjarjes gjuhësore e kulturore, numër 1 në Kosovë do të jetë 300 vjetori i arneshve në Zar të Kroacisë bashkë me folësit e fundit të Shqipës në Mandric të Bullgarisë. Seminari i Prishtinës është ndruar tashmë mendoj unë në një jo vetëm mark e kulturës shqiptare, por edhe një institucion. Një institucion që reziston kohë, që prodhon një hapësirë dialogu, që krijon një hapësirë dialogu me studiuesve shqiptar. Ky forum është koncepti më i fortë i ndërkombëtarizimit të Shqipës në botë. Është prezantimi më me vlerë i studimeve albanistike i vështruar nga një kënd i përgjithshëm global, por edhe prezantim i shkencës së huaj, shkencës globale në albanologji apo për albanologjinë brenda një vendi, brenda një mediumi të përbashkët. Seminari 44 u hap me një koncert të shkurt të grupit Okarina në ndrejtimin e Elikon Hysajt. Gjatë kësaj ceremonie, me 2 pika muzikore, u prezantua dhe sopranoja Elona Sadiko. Seminari do t'i vazhdoj punimet deri më 28 gusht me mbajtjen e tryezave e referimeve shkencore, ligjërata, sesione, aktivitete kulturore e vizita nëpër Kosovë.